Më flasë më gjërësisht me ish-ministrin Arjan Starova mbi këtë temë. Përshëndetje dhe faleminderit që ju kam studio. Jemi të rrezikuar nga Irani? Ne. Po. Ky është një informacion shumë i klasifikuar, nëse do të thosha kështu. Besoj se po, derisa kemi pas disa sulme kibernetike në vitet e shkuara nga Irani, po dhe incidentet tjera të cilat nuk janë bërë shumë publike dhe kanë quar mbyllje ambasadës. Mendoj që nuk do të thosha jemi të paragjykuar, po ndoshta shikohemi në një farë mënyre armiqësore, po themi për këtë, sidomos dhe mas rezolutës fundit, që u bën parlament, po edhe nga forca kryesore opozitës, Partia Demokratike. Sigurisht që kjo në arreshton si vend, do me thënë më fort kundër politika që ka bërë Irani. Jo vetëm për Shqipërinë, po edhe në tërësi, sepse çështjet e Iranit, problemet për cilat bëhet lufta, nuk janë probleme që lidhen, po themi, vetëm me vendet veçanta të Aleancës Euroatlantike, po lidhen dhe me rajonin, lidhen me në këtë qasje duket se jetën normale e shtetit Izraelit, me çështjet për të ushtrirë në rajone me mjete me armë bërthamore, me raketa balistike, krujze të tjera. Bashkimi Evropian duket sikur ka një lloj qëndrimi pak më të ndryshëm. Amerika dhe Izraeli janë në luftë. Ndaj luftës. Po. Apo ndaj qëndrimit ndaj Iranit. Sepse Bashkimi Evropian e shpalli organizatë terroriste para. Ndaj luftës. Ne jemi afër Amerikës, Izraelit apo Bashkimit Evropian në qëndrimet tona? Po, unë besoj që ne pa diskutim që jemi të rreshtuar me Amerikanët. Amerikanët janë dhe aleati kryesor i NATO-s, jemi vend antar i NATO-s. Tani, nëse vendet e Bashkimit Evropian kanë një lloj inercie, le të themi, për ruajtjen e asaj që quhet paq do thosha e diskutueshme, pra edhe nuk përfshihen direkt, madje edhe NATO nuk u përfshi në thirrjen që i bëri presidenti Trump për të siguruar më shumë ngushticën e Hormuzit, lidhur me transportin e naftës. Unë nuk mendoj që kjo do të thotë që ka një ndarje me thik të prerë, të pariparueshme midis Shtetet e Bashkuara dhe Izraelit në rast që është aleancë dhe vendeve të tjerë të Aleancës Euroatlantike, pra të BE-s dhe të NATO-s. Debate ka pas gjithmonë, ne jemi antar i NATO-s, duhet shkojmë ngushticën e Hormuzit apo jo? Me çfarë shkojmë ne? Me varka? Aq mundësi sa kemi. Po ne politikisht Gjermania thot jo, Britania thot jo, vendet e tjera thonë ne duhet shkojmë apo jo? Ne si antar i NATO-s, në radhë parë, kjo është një organizatë, kemi thënë shumë herë dhe dihet, është politike dhe ushtarake kryesore. Pra ne mbajmë atë qëndrim që duhet, shprehu pavarësisht se në mënyrë të coptuar Parlamenti veç dhe Partia Demokratike veç dhe për mu ishte vendimi dur nga Partia Demokratike, po gjithsesi si vend. Dhe mendoj që kontributi ynë i parë është politik, por nëse do të ishte nevoja për forca ushtarake dhe tonat, nuk po them mjete pajisje, sepse nuk kemi atë fazë, është e vështirë të themi jo. Sigurisht duhet thëmë po, pa diskutim. E qartë. Se në çmënyrë dhe sa më ndikojnë ata në balancën e luftës, kjo është për të diskutuar, se në vend i vogël jemi, po nëse vjen nevoja që Shqipëria mund të luaj një rol atje kapacitetet caktuara me aftësi njerëzore, pse jo. Partia Demokratike shpall organizatë terroriste Gardën Revolucionare. BE-ja dhe e gjithë Evropa ka bërë të njëjtën gjë. Amerika është i vetmi vend që ka shpallur shtetin sponsor të terrorizmit. Edhe ne kemi shpallur jo shtet terrorist, sponsor terrorizmit. Po, në këtë aspekt, pse PD-ja insiston të Garda Revolucionare si PD-ja, ndërsa PS-ja mban qëndrimin që shteti është sponsor? Unë mendoj që në këto 2 javë lufte, po edhe më shumë që kur ka nisur që para se të mbyllej viti, ka qarkulluar aq informacion sa për tërë është e qartë që Garda Revolucionare e Iranit, pra është, le të themi, faktori kryesor, struktura kryesore që mban regjimin atje. Është ajo që ushtron shtypjen mbi popullin, është ajo që ka planet e veta ekspansioniste në rajon. Ne kemi folur deri tani për ISIS-in dhe shkatrimin e tij. Po një nga figurat e rëndësishme që ka luftuar ISIS-in të kaluar ka qenë Soleimani, generali që është vrarë mandatin e parë nga amerikanët, mandatin e parë të Trumpit. Por ai nuk e luftonte ISIS-in për të njëjtin qëllim strategjik që ishin forcat perëndimore si forcë terroriste. E luftonte ISIS-in
dhe ka dëmtuar ISIS-in sepse mendonte qëllimi strategjik të shtetit ku bënte pjesë të një, po themi, kripto ISIS-i do të thoshon, apo një kripto kalifati o një synimi strategjik që të krijohet një kalifat në islamik në tërë lindjen e mesme. Prandaj ai godit dhe prandaj ky është dhe rreziku që përfaqëson Irani, përfaqësonte Irani dhe prandaj po goditet fort në këtë rajon. Nuk ishte fjala vetëm për Izraelin, për të goditur dhe për të shtrirë hapësinë e tij, duke vënë flamurin e fesë përpara dhe për fat keq duke shpërdoruar këtë flamur të një feje të paqët, feje të tolerancës, por një deputet i parlamentit shqiptar Edi Muçi tha që në rezolut mund shtojë edhe një gjë. Benjamin Netanyahu akuzohet për krime lufte. Deputeti tha që Benjamin Netanyahu akuzohet për krime lufte. Gaza ka shumë... Kjo është një çështje që diskutohet shumë në rrjetet sociale. Në qoftë se do të ruash parimin e humanizmit... E kuptova. Kur kemi luftë, gjithmonë ka efekte anësore. Çdo luftë ka efekte anësore. Le të marrim dhe luftën që bëhet në Iran. Një predh shkoi dhe goditi një shkollë atje dhe u vran pafajshëm. Pra, pikërisht për këtë arsye lufta është gjithnjë e keqe. Por në këtë botë ku ka përplasje interesash, jo vetëm midis individëve, por shteteve, interesa të tjerë, ku paqja dhe lufta alternojnë njëra tjetrën vazhdimisht, ka raste kur do të përdoret forca ushtarake. Unë nuk mendoj se Netanyahu duhet quar për genocid. Është shumë shpejt me thënë këtë, ka shumë fakte. Nuk është se ai ka synuar, pra, themi shteti izraelit, ka synuar të vrasë civilet palestinezë atje. Ata kanë bërë luftën, kanë luftuar Hamasin. Hamasi ka keq përdorur, sipas informacionet mia, popullsinë civile, fëmijët, është, le të themi, fshehur pas tyre, është pak a shumë e njëjta gjë që kanë përdorur serbët në kohën e luftës në Jugosllavi me beretat e kaltëra të OKB-s, që i lidhen aty dhe nuk bombardonte dot po themi forcat e NATO-s apo forcat perëndimore sepse vriteshin njerëzit e tyre. Por Netanyahu nuk mund ta bënte, ose qeveria izraelite s'mund ta bënte këtë gjë, sepse goditja që i kishte dhënë Hamasi me 1000 ca pengje, me të vrarë, me keq trajtime, ishte shumë e rëndë dhe ata kishin marrë vendimin strategjik që duhet ta shërbenjosim një herë mirë këtë lloj organizate terroriste e cila mbështetet nga Irani. Dhe faktikisht e tillë ka qenë lëvizja, është goditë Hezbollah, është goditë Hamasi, janë goditë Huthit, tani goditet Irani. Dhe dashur pa dashur gjërat do të shkojnë tek ajo që është kyçi gjithë problemet dhe që zgjidh gjithë problemet, ndryshimi i regjimit. Ende nuk flitet për këtë gjë, hamensohet. Ka ekspertë që thonë ajo zgjidh gjithë problemet, por nuk është kaq e thjeshtë, natyrisht. Dhe diskutimi që bëhet sot është nëse bëhet dot vetëm me goditje nga ajri apo edhe me ndërhyrje toksore. Unë mendoj që para se të mendohet për ndërhyrje toksore të forcave, në këtë rast aleate Izrael dhe Shtetet Bashkuara, duhet menduar për një lëvizje opozitare ose është menduar dhe besoj që ka bazë për një lëvizje opozitare nga brenda. Po t'ishte pa armë do t'ishte shumë mirë. Po nëse ne i themi që Irani është diktaturë, mund të bëhet edhe me armë, sepse opozita atje ka kohë që lufton dhe përpiqet dhe besoj që mas tyre bombardimit do të shikojmë zhvillimin këtë drejtim. Po e njëjta gjë shumë analistë thonë që në çastin që bombardon nacionalizmi rritet. Është ajo që e quajnë amerikanë rally around the flag. Edhe këtë e di, po kjo nuk është automatike sepse në këtë rast bëhet fjalë për një regjim shtypës, shumë shtypës. Boll t'i lem gjithë represionin që ka bërë për gjatë viteve, 47 vite, po doni ose edhe më pak themi, se në fillim gjithmonë regjimet kanë propagandë më të madhe, po boll t'i referojmë i faktit të 10.000 të vrarë. Shefi antiterrorit amerikan, Kent, u dorëhoq dje dhe akuzoi drejt për drejt Amerikën, po shkon luftë për Izraelin. Sa e vërtetë është? Është një gjë normale që njerëzit sipas mendimit të tyre të bëjnë veprimet e veta. Kjo nuk do të thotë që qëndrimi i tij bëhet udhërrëfyes për administratën amerikane. Unë kam mendim krejt tjetër për këtë gjë. Për çdo çështje gjithmonë. Madje teorikisht thuhet që ka 50% plus e 50% minus. Cili është shkaku i luftës sipas jush? Sipas me. Po. Ato 4 shkaqe që janë dhënë. Regjim represiv, nuk është kjo kryesore. Raketa balistike dhe armatosje deri në dhëmë dhe përtej për të terrorizuar rajonet dhe për të synuar ato, për të arritur ato synimet strategjike përtej Iranit. Bomba bërthamore, sigurisht, ata ishin shumë afër bombës bërthamore. Natyrisht, ne tani u referohem burime të hapura, të shkruara, sepse fakte tjera s'kemi. Edhe mbështetja që i bënte terrorizëm, se pak kanë qenë Hezbollah, Hamas
edhe Houthi që goditin Izraelin në këtë mënyrë. A vlen ky argument për Korenë e Veriut që do të shkojmë godasin dhe Korenë e Veriut me qekarën bërthamore, mbështet terrorizmin botror dhe është diktaturë? Po e kuptoj shumë mirë dhe bën mirë që e bën këtë pyetje, sepse këtë e thon shumë. Po bëre këtë, bëj dhe këtë tjetër. Nëse ne nuk do të copëzojmë problemet, pra ne, në këtë rast shtetet e fuqishme, se ne kush jemi, ne vetëm komentojmë dhe diskutojmë. Do të ecim me këtë logjikë që me që ka shumë probleme të ngjashme duhet merrem me gjithë një herësh, e para mundësit nuk janë. E dyta, taktikisht dhe logjikisht nuk është normale. Problemet do i zgjidhen sipas rastit kush bëhet më rrezik. Ai ka armë bërthamore, atje bën dhe në hedhje raketash, teste apo gjëra i bën oqean. Paqësor, nuk kërcënon njëri, nuk përbën rrezik. Mirë do të ishte të mos ishte shtet bërthamor, po le të riesh u izoluar, nuk urris popullit vet. Po flas për tre vende. Do të vi një ditë që do ta përmbysin edhe atë. Tre vende që i kemi këtu ngjitur: Italia, La Repubblica përpara disa ditësh. Turqia që është pak më andej, Anadolu dhe media të tjera. Në Greqi ka Thimerini. Në problemet kryesore, lufta civile sjell valën më të madhe migratore në pellgun e Mesdheut. Pra, janë shumë të shqetësuar të gjitha ekipet e sigurisë. Përdoret një term, luftë civile. Të gjitha ekipet e sigurisë janë të shqetësuar sa i përket asaj që po ndodh. Ne duhet kemi shqetësim për këtë që po ndodh. Përdoret termin luftë civile. Po. Luftë civile të shikojmë, besoj që nuk do të ndodh, po kjo mund të hyjë në diskutim të shtrotur, diskutuar pasi të përfundojnë likuidimi objektive, arritja objektive që ka koalicioni. Po pse këto tre shtete të rëndësishme i shtrojnë të lloj problematikash? Ka valë migratore, vazhdimisht ka valë migratore dhe nuk mund të themi që kjo luftë tani mos i të përfundojë do të ketë një valë të stërmadhe. Jo, atje mund të ketë përmbysje regjimi, shumë shpejt dhe nuk do të ketë. Pse jemi kaq sigur që do të ketë përmbysje regjimi? Si? Pse jemi kaq të sigur që do të ketë përmbysje regjimi dhe nuk jemi sigur, mund të ketë. Po pra, dhe nuk jemi tek skenari. Nuk flasu me siguri. Italianët janë të shqetësuar dhe grekët mund të shkojmë drejt skenarit libian, mund të shkojmë drejt skenarit sirian. Mund të jemi edhe ne, një valë migratore mund të na dëmtojë, por nuk është se është era parë, edhe herë tjera kanë dëmtuar. Valët migratore vazhdimisht, madje numri i vdekjeve nga anije tani në detin me zeshtë ka arritur, nuk e di, shifra të frikshme, sepse vazhdimisht ikin. Dhe nuk ikin vetëm nga kjo luftë, ikin edhe nga jeta e keqe, nga problemet tjera që ka rajoni largohen. Robert Pape është eksperti i cili hartoi bombardimin e Fordout qershorin e shkuar. Është pedagog në Chicago University dhe ka leksionet hapura mbi këtë temë. Sfundmi ka folur dhe thot, nuk kemi parë asnjëherë rrëzime regjimesh me bombardim. Si rrëzohet një regjim me bombardim? Kam dëgjuar, kam parë çdo ditë se ndjek vazhdimisht këto gjëra. Nuk do të rrëzohet me bombardime. Bombardimet po synojnë arritjen sektora objektive ushtarake, raketet balistike, atë programi bërthamor pothuajse larg. Por këto kushte, nuk ka qenë ky synim, ndrimi i regjimit. Këto kushte kanë krijuar edhe mundësinë e ndryshimit të regjimit. Po shikojmë. Dhe ndryshimi i regjimit nuk është se është planifikuar nga jashtë në asnjë mënyrë. Kanë planifikuar vetë iranianët që kanë kaq herë që ngrihen gjatë gjithë këtyre, le themi 4 dekadave, mos themi 5, po 4. Themi kur regjimit i doli, domethënë në qartë synimi i tij shtypës ndaj njerëzve. Atë vazhdimisht vriten, ekzekutohen, ekzekutime në masë shumë të mëdha, edhe e fundit ishte kjo me mira vetë që ndodhi atje. Dhe natyrisht janë ata që do ta bëjnë. Por të shikojmë, të mbaroj fushata një herë, dhe Trumpi pas ka dhënë një njoftim të fundit që shpresojnë, ato natyrisht i dinë gjërat, sepse ata kanë si thosh të gjithë planet në duar dhe rezultatet e tyre që do mbaroj brenda 2 javë. Shikojmë sa do të jetë kjo. Atëherë pas 2 javë ne do të shikojmë ç'do të ndodhë. Edhe një pyetje. Mund të ndodhë, mund të mos ndodhë. Edhe një pyetje të fundit. Presidenti Trump tha para pak ditësh që kemi nevojë për NATO-n për të hapur ngushticën e Hormuzit. Aleatët e NATO thanë që NATO është një aleancë mbrojtëse, jo sulmuese, nuk mund të shkojë. E ka dhënë përgjigjen shumë bukur Trump. Presidenti Trump ka thënë ky është një gabim i pafalshëm që bëjmë vendet e NATO-s. Presidenti Trump tha sërish që nuk ja u kemi nevojën NATO-s, pastaj tha prap ja kemi nevojën NATO sepse duhet ndërmarrim një operacion. Ditën e djeshme tha që ne do e shohim daljen nga NATO dhe nuk kam nevojë për Kongresin për ta bërë diçka aty. Për daljen nga NATO, është gjë që është kaq serioze situata. Presidenti Trump ka stilin e vet, tashmë të gjithë e kanë kuptuar. Stili i tij është që lëshon një ide të rreq prapë etj. Dhe gjithë bazat që kanë shpjeguar ekspertët që janë pranë tij është që të mos parashikohet se çfarë ka ndërmend ai dhe administrata e tij të bëjë. Është stili i tij. Nuk bëhet fjalë fare, ndër këtë e them me siguri, jo me mund. Domthonë sigurt që Amerika dali nga NATO, s'bëhet fjalë. As që të prishet përmendimisht me Europën. Dhe ideja për të pas më shumë vende anëtare të NATO-s
jo gjithë NATO si blok. Në Hormuz, është diçka e mirë që shërben tregtisë ndërkombëtare, i shërben zhbllokimit të lëvizjes naftës, sepse siç e dini 20% e gazit dhe naftës qarkullon pikërisht në atë ngushticë. Mua më duket se megjithatë ka një lloj ndryshimi të vogël. Më duket se Franca 24 orët e fundit ka treguar gatishmëri që të ndihmojë se në çfarë mënyrë do ta shikojmë në përgjigje të thirrjes që ka bërë presidenti Trump. Ta shohim. Edhe një pyetje të fundit, nëse PD-ja dhe PS-ja kanë qenë historikisht në linjë me politikën amerikane dhe evropiane, pse u bojkotua seanca nga ana e Partisë Demokratike? E prisja këtë pyetje të më bëhej që në fillim fakt. Unë e dhash një gjysmë përgjigje, për arsye parimore nuk mori pjesë atje. Nuk mundet që të bashkonte votat Partia Demokratike, që nuk është thjesht partia, por përfaqësuese gjithë opozitës, me një qeverisje e cila i ka krijuar shumë probleme Shqipërisë. Probleme që lidhen me kriminalitetin, probleme që lidhen me organizatë, trafiqi që shkojnë rrënjë deri në Amerikë Latine, probleme që lidhen dhe me sigurinë. Dhe tani, Partia Demokratike Qëndrimin e Vend mendoi që të mos e bëj me ata së bashku, sepse ky do të ishte kulmi, mbështetje e një hipokrizie shtetërore të Partisë Socialiste të qeverisë sot. Qëndrimi mbajt. Pse hipokrizi kur keni një qëllim? Hipokrizia sepse ndërkohë që ti shteti ke kriju shumë probleme dhe probleme sigurie, këtë tema tanë hiqe se kur po merresh me problemet e sigurisë botës dhe po kontribon. Çfarë do të thonë kjo? S'ka asnjë lloj kuptimi. Apo e zhvendos kryeministri. Ju e bot, shumë mirë, e bot, okay, ne do të bëjmë veç. Kemi qejf të bashkohemi me ju dhe shumë mirë bun, sipas mendimit tim për këtë. Apo e zhvendos kryeministri debatin në sigurinë ndërkombëtare, ndryshe nga ajo siguria e brendshme që ju tha? Kryeministri shqiptar ka shumë probleme, nuk mund ta zhvendos debatin apo ta shuaj debatin e brendshëm. Ai duhet përballet me drejtsinë, duhet përballet me shumë probleme. Ai jo vetëm që po përballet, po përpiqet që drejtsinë ta nështrojë edhe më shumë se që ka nështruar, mirë po nuk është kjo rruga, sepse Bashkimi Evropian dhe sidomos disa shtete të veçanta ja kanë treguar disa herë kartonin e verdh, pa i numëruar, se po të kishim numëruar do të ishte i kuqi, po në pritje të kuqit do të jetë ndoshta edhe në këtë demarsh të fortë diplomatik krah aleatëve tanë SBA dhe Bashkimi Evropian. Çfarë përfitojmë ne si Shqipëri? Dhe e dyta, përveç përfitimit... Çfarë përfitojmë nga çfarë? Çfarë përfitojmë nga ky demarsh kaq i fortë diplomatik? Apo është thjesht linjëzim me politikën amerikane dhe nga rezoluta? Po. Dhe e dyta... Shprehja e solidaritetit me ato si vend antar i NATO-s dhe aspirant për në BE, normal. Ne ndjekim gjithmonë një politikë perëndimore. Dhe Rama sa do të dëmet të bëjë Shqipërisë, se nuk guxon ta bëjë, që të dali kundër, sepse kjo është gjë që e nxjerr krejt jashtë nokaut politikës dhe shumë gjëra të tjera. Ai përpiqet të bëjë, po këtë e bën në mënyrë hipokrite. A ka pesh thjesht si solidaritet apo diçka më shumë në arenën ndërkombëtare, kjo që ne bëjmë? Tash pesh diplomatike dhe pesh politike sigurisht që ka, natyrisht, sepse Shqipëria, opozita jashtë dhe opozita brenda u rreshtuan, pra si Shqipëri. Shqipëria gjithmonë bashkë ka qenë për këtë në lidhje me qëndrimet ndaj politika strategjike që ka koalicioni, ose të themi grupimi, familja e shtetet demokratike euroatlantike. Por një zell i shtuar natyrisht bëhet nga halli këtu brenda, por gjithsesi ajo do bësh. Kushdo qeveri që të ishte do ta bënte këtë gjë. Ishte kënaqësi si gjithnjë të kam studio. Faleminderit. Kënaqësia ime.